Islami, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi të intervistoj nga ju. Atëherë ju keni thënë më përpara që doni të hyni në politikë për t'ju shërbyer qytetarëve. Po në Shqipëri shumë politikanë janë futur me të njëjtën ide, por pastaj nuk i kanë mbajtur premtimet. Pse qytetarët duhet t'ju besojnë pikërisht ju? Dëshira ime dhe lindja e idesë që unë të jem pjesë e politikës, asnjëherë nuk ka qenë që unë të përmbush egon apo kënaqësinë time personale, por për shkak të eksperiencës punës që unë kam prej 12 vitesh, duke ushtruar një profesion në rol drejtues, qoftë në administratë publike, qoftë dhe në administrimin e subjekteve private, më ka bërë mua që të njihem dhe të kem kontakt me njerëz të niveleve të ndryshme, më ka bërë mua të hasem me hallet dhe problematikat e tyre dhe duke parë se si trajtohen nga institucionet e Republikës Shqipërisë njerëz që gëzojnë statuse të ndryshme ekonomike. A është kandidimi juaj një idealizëm real apo një mënyrë për të hyrë në elitën politike që ju shpesh dhe keni kritikuar? Kandidimi im në politikë patjetër që është një idealizëm real dhe nuk është kurse një kritike politikës që është aktuale, pasi nga kritika nuk është se gjejmë zgjidhje dhe plane konkrete, por të jesh atje për të bërë më të mirën për qytetarët shqiptar, pa humbur thelbin dhe qëllimin e asaj për cilën ishte iniciuar e gjithasë ide. Ju shpesh keni kritikuar dhe oligarkët apo lidhjet që ka politika me biznesin. A do të garantoni se nuk do të bëni të njëjtën gjë në momentin që ju do të futeni në parlament? Mendoj që karakteri një individi ka të bëjë me atë që është vetë individi, mënyra se si është formuar, mënyra se si ai është ndërtuar deri në stadin ku ai ndodhet. Unë mendoj që një individ, nëse lind me një karakter të caktuar, ai karakter që lindën, thjesht sa vjen e performohet, e plotësohet në formën e tij cilin është lindur, nuk deformohet. Unë shumë herë them, kemi karaktere të deformuara të njerëzve që heqin dorë nga qëllimet e tyre. Por, patjetër pa diskutim, edhe edukata me cilën unë jam lindur dhe jam edukuar nga familja ime, por edhe besimi cilin unë e praktikoj, këto gjëra nuk më bëjnë mua që unë të heq dorë nga idetë dhe parimet e mia dhe për të tjetërsuar në të ardhmen. Idetë janë ato që vërtet na lidhin ne si individ dhe këmbgulja, vullneti janë dhe këmbgulja, vullneti, qëndrueshmëria për të bërë dhe për të arritur objektivin deri në fund, patjetër që ka të bëjë me individin thjesht si unë. Jo si diçka tjetër që ne vërtet mund ta trajtojmë, ta përpunojmë me gjithçka tjetër. Kurse mendoj që unë jam e tillë, nuk mund të transferohem, nuk mund të transformohem, nuk mund të jem ushtar bindës i dikujt tjetër. Ja, unë jam burbuqe e Islami, kudo ku unë kam ushtruar profesionin, kam arritur t'u them të gjithë drejtuesve të institucioneve. Ligje dhe kuadri ligjor janë teje të rëndësishme në ushtrimin e detyrës time si profesioniste. Dhe jo ti si drejtues, apo ministri, apo dikush tjetër. Kurse si, me pushtetin që ju keni, mund të mendoni që burbuqe mund ta orientoni në një rrymë tjetër të paligjshme, jashtë jo ligjore, thjesht për të kënaqur nevojat e pushtetit apo të personave të tjerë, të cilët kanë interesa të caktuar në një çështje konkrete. Shumë analistë flasin për problemet ekonomike që ka vendi, por shumë pak japin në zgjidhje. A është analiza juaj një kritik televizive apo keni edhe ndonjë plan konkret ekonomik? Unë sot kam studiuar, lexoj shumë, përveç se disponoj 3 licenca profesionale, si kontabiliste miratuar, inspektore financiare publike, vlerësuese pasurive të paluajtshme, diplomuar nga inxhinieria e ndërtimit, kurse ndërkohë si eksperte kontabël jam e licencuar nga Bordi i Buqërisë Publike pranë Ministrisë Financave, gjithashtu si inspektore financiare publike e përzgjedhur me dokumenta me kualifikime të gjitha caktuara nga Ministri i Financave. Patjetër, njohuritë e mia, backgroundi im dhe eksperjenca e punës më kanë, duke qenë shumë hapur biznesi, duke qenë administratore një biznesi subjekti privat, një kompanie prodhuese që eksportonte në Bashkimin Evropian, duke pasur kontakte me shumë biznese të huaj
qoftë në furnizimin e lëndëve të para që unë marrë, qoftë në tregun e shitjes, në tregjet europiane, për nivelet dhe cilësinë që duhet të kenë produktet për të qenë pjesë e tregut bashkimit evropian, besoj e gjitha kjo eksperiencë më ka dhënë mua komplet atë informacionin e duhur dhe se si unë mund ta ideoj një plan konkret ekonomik që të jetë në shërbim të shtetit shqiptar dhe të qytetarëve shqiptar dhe që Shqipëria niveli ekonomik mos jetë më në recesion ekonomik, por të kemi rritje ekonomike të qëndrueshme me tregues fiskal dhe kontabël që tregojnë qëndrueshmëri. Po kush janë? Ne sot vërtet kemi një rritje ekonomike, që tregojmë vërtet Shqipëria, por është sektori i ndërtimit, që është një boom ndërtimit deri në një moment sa të arrijë stadin pikun kulmin e kurbës dhe pastaj sërish do filloj të bjerë, por nuk është kjo një tregues standard stabil që vërtet i jep qëndrueshmëri ekonomisë. E vetmja industri që vërtet tregon parametra qëndrueshmërie për ekonominë e Shqipërisë është industria prodhuese. Sa prodhues kemi ne sot në Shqipëri? Janë shumë pak, janë shumë papërfillshëm. Pra nuk ka qenë ndonjëherë në interesin e politikave fiskale dhe të qeverisë që të tërhiqen, që të mbështetet shumë industria prodhuese. Sot kemi më shumë importues që janë në kuadrin e tregtisë, biznese që ushtrojnë në aktivitet tregtar, kemi ndërtimin që vërtet po merr një fluks goxha, por kush do banoj aty? Kush do jetoj aty? Kush do ka mundësi blerëse të këtyre apartamenteve? Pra, a janë çmimet sot për metër katror të këtyre apartamenteve që po ndërtohen të përballueshme nga një çift i ri që kanë të ardhura me mesatare? Kurse si e kanë të pamundur ta blejnë një apartament të tillë. Por politikat e qeverisë, duke nxitur pse jo industrinë prodhuese të hekurit në Shqipëri, pse jo industrinë prodhuese të gazit, duke prodhuar hekurin në Shqipëri, pra si mund të bëhet kjo, duke tërhequr investitorë të huaj, duke ndërtuar rafineri prodhimit të hekurit në Shqipëri, dhe në momentin që ti je prodhues, qoftë i hekurit, qoftë i naftës, patjetër dhe kosto për ndërtimin e këtyre apartamenteve do jetë më i lirë dhe qytetarët do ta kenë më mundësi më përfituese për ta blerë këtë apartament. Mund të ketë vetë skema të tjera, bonus e financimin për çiftet e reja për të mbështetur me një kredi, me burim financimit, pse jo edhe pa interes fare? Pse jo? Pse mund mos të bëj këtë që politika tona fiskale, qoftë bashkia dhe qoftë Ministria e Financave, një fond i përcaktuar, konkret, që të përdoret për mbështetjen e këtyre çifteve që vërtet janë të punësuar, duan të ndërtojnë një jetë, duan të ndërtojnë një familje dhe që kanë të ardhura minimale që pse duhet paguajnë interes për kredit. Kur këtë interesin e kredisë bankës, që mund të kërkojë banka niveli ditë, mund ta përballojë shumë mirë shteti shqiptar. Pra kjo është mbështetja që mund të bëjë shteti qytetarëve të këtij vendi, sepse ky familjari, ty, nëse edhe partneri jot të nesërmen, do punoni të dy, do krijoni familje, patjetër, do jepet mund, do keni shtëpinë tuaj, nuk do paguani qiran, patjetër dhe ti do kesh mundësinë, do të tatosh të ardhurat e tua të tjera, do krijosh biznes, nuk do kesh me atë përqendrimin tënd si unë të krijoj një banesë dhe që unë të jetoj një stre ku unë të qëndroj. Por ideja jote do jetë si unë ta bëj anën time profesionale, të krijoj biznesin tim dhe unë të gjeneroj sa më shumë të ardhura. Dhe në momentin që individi e ka të sigurt strehimin, e ka të sigurt banesën dhe nuk e ngushtoson nga ana financiare, patjetër që çdo individ ka ide pastaj se si mund të ndërtojë një biznes, si mund të gjenerojë më shumë të ardhura dhe duke gjeneruar të ardhura më shumë qytetarët, patjetër dhe shteti do ketë më shumë të ardhura. Pra është një cikël e gjitha një zinxhir që nëse ne duam dhe nëse pushtetarët tanë duan, parlamentarët tanë duan vërtet ta rregullojnë këtë vend dhe jo vetëm familjarët e tyre dhe miqtë e tyre dhe të afërmit e tyre, por nëse duan që vërtet e duan këtë vend, duan që qytetarët shqiptarë që asemuhen, diplomohen dhe që janë me medalje ari të japin kontribut në këtë vend, pa diskutim, kjo do ishte Shqipëria jonë e bukur pastaj. A mendoni se ekonomia shqiptare mbahet më shumë nga emigracioni dhe nga informaliteti sesa nga politikat qeverisëse? Remitancat patjetër të ardhur nga migracioni janë të rëndësishme dhe shumë të moshuar që ne kemi sot që janë pensionistë, besoj që arrin të mbajnë vetëm me remitancat që u sjellin fëmijët e tyre nga jashtë, pasi edhe pensionet janë në nivel shumë të ulët ekonomik dhe e kanë të papërballueshme të përballojnë shpenzimet e jetesës që ka një pensionist, qoftë në blerjen e ilaçeve, qoftë në konsumimin e ushqimeve ditore. Por pra, remitancat janë pjesë edhe për zonjat të cilat janë të papunësuara që mund të kenë partnerët jashtë dhe vetë jetojnë në Shqipëri. Shteti shqiptar patjetër që ka mundësi të plota
që të sigurojë vende pune të mbështesë qytetarët shqiptar, por politikat e vendosura nga qeveria kurse nuk kanë qenë në formën e tyre optimale për të dhënë zgjidhje të gjithë problemeve ekonomike që shqiptarët sot kanë. Ju shpesh përmendni besimin dhe vlerat morale. A mendoni se këto vlera mund të bashkëjetojnë në një realitet aq për dhe kompromitues që ka dhe politika në vetvete? Besimi i një individi është një forcë e brendshme që është ndërmjet individit dhe krijuesit. Është një paqe e brendshme shpirtërore dhe është një lidhje aq e fortë. E them këtë pasi Zoti ka dashur shumë që unë që 6 vjeç të lidhesha me krijuesin tim. Dhe gjithmonë e them asnjëherë nuk kam ngelur e zhgënjur nga lutja drejtuar krijuesit tim. Është një lidhje aq e fortë që mendoj çdo individi do të gjente një paqe, një forcë të brendshme optimizmi që nuk e gjen dot me asnjë person tjetër. Është ky besim që mua më përmbush, më plotëson dhe më jep atë forcën e brendshme që unë çdo ditë të luftoj. A mendoni se ka politikanë shqiptar që përdorin moralin apo besimin si marrë, ndërkohë që në praktikë është krejt e kundërta? Me thënë të vërtetën, unë nuk njoh politikan që vërtet të ketë besimin kaq të lidhur me Zotin, të jenë praktikues të namazeve, të jenë të lidhur shumë shpirtërisht me Zotin, domethënë të jenë rritur me besimin në Zot, edhe ta shfaqin këtë të paktën për një herë në parlament. Nuk kemi pasur në gjithë këto vite tranzicion, pluralizëm e gjithçka, unë nuk e kam gjetur te asnjë politikan. Por a kemi ne politikan që vërtet ka një ndërgjigje të brendshme deri diku krahasuar me të tjerët që është bën një diferencë? Kemi. Por politikan që e ndjen thellësisht atë besimin me Zotin dhe që e di që do jap një ditë llogari përpara Zotit dhe të përpiqet të bëjë më të mirën për qytetarët e këtij vendi dhe mos bëhet pjesë e lojrave dhe interesave të oligarkëve, të cilët kanë interesa në të pushtet, mendoj që nuk kemi. Ju shpesh kritikoni dhe sistemin, duke qenë se sistemi është kaq i korruptuar, atëherë pse vendosët që ta luftonit nga brenda dhe jo ta godisnit nga jashtë? Se vendosëm ta luftojmë nga brenda dhe jo nga jashtë. Fitoret e luftrave, më së shumti nëse ne i analizojmë, janë luftuar dhe kanë triumfuar momentin kur janë luftuar nga brenda, jo nga jashtë. Këto kanë qenë rezultatet e luftrave më të suksesshme. Pra, luftrat nga jashtë jo gjithmonë kanë rezultat sukses të garantuar. Kurse nga brenda, pa diskutim, duke analizuar të gjithë situatën, duke analizuar gjithë terrenin, duke marrë masa përkatëse dhe gjithçka tjetër, nga brenda është tjetër gjë për t'i dhënë drejtim asaj fitore që ne kërkojmë. Duke qenë se jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, çfarë ndryshon realisht në këtë muaj në jetën tuaj dhe a është ky një përjetim i thellë shpirtëror apo është një simbol që të ndihmon dhe në imazhin e jetën e përditshme, pra është një përjetim shpirtëror? Agjërimi i muajit Ramazanit, për informacion të gjithë publikut, unë kam agjëruar që 6 vjeçe dhe kam gati 33 vjet që unë jam agjëroj çdo muaj. Atë kënaqësi shpirtërore nuk do ta jap pasuria. Kënaqësia shpirtërore është diçka që lind nga mënyra se si ti mund të bësh për tjetrin, se sa ti mund t'i gjendesh tjetrit kur ai është në nevojë, sa ti mund t'i zgjasësh dorën, sa ti mund t'jesh lehtësuar kur ai luton ose kur ai ka ndonjë problem. Pra e gjithë këtu është kënaqësia kur ti të ndjesh, pra sa ti jep nga vetja jote që një person t'ia lehtësosh një barë. Shumë pak politikanë shqiptarë flasin për besimin, siç e thamë dhe pak më lart, por duke qenë se ju jeni dhe kandidate për në politikë, mendoni se pjesa e besimit ju ka veçuar nga politikanët e tjerë dhe ka tërhequr vëmendjen e publikut? Në këtë fushat, prezenca e besimtarëve me Shami si kandidate në forca të ndryshme politike, patjetër që ka tërhequr vëmendjen, pasi nuk ishte parë deri më sot që femra muslimane të mbuluara me Shamit ishin kandidate të denja për të qenë pjesë e parlamentit shqiptar. Një nga qëllimet e mia për të qenë dhe pjesë e këtij kandidimi, cilin unë kandidova, ishte për faktin për të treguar dhe opinionit publik që edhe nga besimi islam ka femra muslimane intelektuale, që janë të arsimuara, që janë profesioniste dhe që dinë të bëjnë politikë dhe të jenë të denja për parlamentin shqiptar. Pra ky ka qenë qëllimi më shumë dhe unë këtë feedback unë e kam arritur. Me këto
ndjekës, me këto qytetarë që mua më shikojnë sot në rrugë dhe që më kanë ndjekur gjatë të gjithë emisioneve, apo ideve të mia se si unë ta bëj politikën, apo pjesën e mënyrës se si unë e mendoj që ta rregulloj shtetin shqiptar, të gjithë ato që kanë qenë të vëmendshëm në të gjithë politikën se si unë kam dashur ta trajtoj nëse unë do isha pjesë e parlamentit shqiptar dhe e kanë kuptuar të gjithë strategjinë time, sot unë kur takoj shumë qytetar edhe qajnë përpara meje. Madje është një rast që jam ndjerë shumë krenare që isha pjesë e kandidimit këtë periudhë, për faktin këmbgulje që kishte parë tek unë një zonjë e martuar me fëmijë të vogël, vullneti, këmbgulja, karakteri im luftarake, e kishin bërë ajo kishte dashur të vrasë veten. E kishin bërë atë që vërtet të heqin dorë nga vetvrasja. Dhe më ka kërkuar mbas zgjedhjeve, tha të lutem dua të takoj. Gjej kohë, tha dua të takoj, tha kam diçka shumë të rëndësishme që dua ta diskutoj me ty, ti jam i njohës. Thash unë kush je ti sepse unë nuk di që të kem bërë ti diçka të mirë dhe që ti t'jesh më i njohës ndaj meje. Të lutem valla ti më ke bërë nderin e jetës ta dhe unë dua të ta them nga afër. Edhe ka ardhur, më ka takuar, realisht jam emocionuar pafund kur e kam dëgjuar që tha karakteri jot, mënyra se si ti dilje në emisione dhe mesazhet që ti jepje si femër, aq këmbgulës, aq luftarake, më bën mua tha që ta shikoj jetën në dimension tjetër. Unë isha në fazën që doja të bëja vetvrasje. Pastaj tha i thash si ja ka dalë kjo femër, modeli jot ta si femër, si vajzë në Republikën e Shqipërisë, pse mos jem dhe unë atje. Pra ke qenë ty frymëzimi im tha, që unë të heq dorë dhe sot jem dhe nënë e fëmijës tha, dhe mos të bëj atë veprim brutal. Dhe realisht nuk kishte shpërblim më të madh për mua sa të dëgjoja një diçka të tillë nga një nënë e një fëmie, nga një femër që kishte kaluar shumë situata psikologjike të rënda, të dhunuese, dhe unë pa e njohur, pa e ditur, thjesht ato mesazhet e mia në televizion e për media kishin ndikuar tek ajo ta shikonte jetën në një këndvështrim ndryshe. Dhe ajo sot ka fituar dhe një pozicion pune, po punon, po kujdeset shumë mirë për djalin e saj, dhe e shikon, ka pranuar dhe besimin islam, fenë islame, dhe shikon jetën goxha në prizmë tjetër. Pra ky është përveç kësaj, dhe shumë qytetarë të tjerë ku më shikojnë qajnë, lëton, donin të shihnin ty në parlament. Këtë karakterin tënd e donin patjetër në parlament sepse vetëm ti atje, pra unë jam tip që nuk urdhërohem nga të tjerë. Unë jam tip që i them, ky është ligji, ky është strategjia, ky është objektivi, këtu duhet të arrim dhe ne nuk duhet të dorëzohemi pavarësisht se kush do dalë përballë. Atëherë shumë në Shqipëri, shumë analistë bëhen edhe politikanë pasi marrin dhe një hapësirë televizive të nevojshme. A ju ka shërbyer juve televizioni si një trampolin drejt politikës? Me thënë të drejtën, unë në televizion kam qenë përpara se të kandidoja si pjesë e politikës si kandidate, kam qenë thjesht si opinioniste në fushën e ekonomisë, si eksperte jam thirrur dhe falenderoj shumë Ora Newsin dhe Klanin që më patën dhënë atë mundësinë që unë vërtet isha pjesë e disa emisioneve të tyre. Por në pjesën e kandidimit, pastaj dhe realisht thërritja ime nga disa emisionet, pothuajse në të gjitha televizionet ku unë diskutoja platformën, cilën mendoja që vërtet realizoj, patjetër që kishte të bënte pse jo edhe me politikën dhe me kualifikimet që unë disponoja, patjetër sepse nuk kisha vetëm unë kandidate vetëm në Shqipëri, kishte plot kandidatë, sidomos Tirana kishte 570 kandidatë dhe zgjidhnin të gjithë televizionet, si të më thërisin mua televizion, dhe unë jam shumë e njohur se kujdo që më ka dhënë hapësira dhe që unë të shpalos platformën time. Ju keni aplikuar në platformën deputeti që duam, pse nuk u materializua në një kandidim real? Mendoni se ajo platformë ishte një proces real meritokracie apo më shumë një mekanizëm formal që vendoset edhe nga sfera e politikanëve të vjetër? Ju përgëzoj për të gjithë atë analizën që i keni bërë gjithçka e time, qoftë mediatike apo të përfshirës time në politikë, ju komplimentoj, e realisht. Nuk e kisha menduar kur që do ta kishit analizuar në këtë prizë. Komplimente shumë nga ana ime, bravo. Shumë e bukur kjo pyetje dhe unë do të jap përgjigjen që nuk e kam dhënë asnjë emision tjetër. Unë aplikova në platformën deputeti që duam dhe çdo kandidat që aplikon në platformën deputeti që duam duhet të bëjë një video për mënyrën se si ai mendonte ta realizonte politikën e tij në këtë platformë.
Videoja që unë pata realizuar, ndryshe nga të gjithë kandidatët e tjerë, ka qenë shumë goditësa. Ka qenë shumë goditëse për pushtetin aktual që ishte. Ishte, duke qenë se vija nga një administratë publike dhe prej 10 vitesh kisha parë të gjithë ato arroganca të titullarëve dhe mënyrën se si detyronin femrat të bëheshin pjesë e urdhrave të tyre dhe të firmosin tendera palishëm, unë kurse si nuk mund ta pranoja një padrejti të tillë, sidomos karshi femrave. Pra, ishte një video e realizuar nga Naime dhe që shteti dhe pra e gjithë videoja ishte e përshënduar në diçka të tillë në marrjen e masave emergjente nga qeveria, lidhje me këto drejtues institucioneve, të cilët përdorin pushtetin e tyre për t'i detyruar femrat firmosin tendrat palishëm, edhe pse ato janë detyruar me forcë duke i kërcënuar për vendin e punës dhe edhe pse ishin nëna të fëmijëve, madje janë detyruar dhe të bënin sjellje të tjera imorale për të kënaqur egon e këtyre drejtuesve, duke gjithmonë duke kërcënuar për vendin e tyre të punës. Por një femër e ndodhur përpara një kërcënimi të tillë, duke mos pasur të ardhurat të tjera, duke kërcënuar për vendin e punës, kjo nuk mund të pranohet sot në këtë kohë që jemi. Dhe e gjithë videoja ime kur unë e kam shpalosur përpara komisionit platformës deputeti që duam, të gjithë anëtarët e komisionit që kanë qenë aty, Bora Muzhaqi, Viskushi e gjithçka tjetër, ato janë rënqethur. Tha përbuqe, tha, videoja jote ka qenë më e bukur nga të gjitha, tha, na është rënqeth trupi. Bravo, tha, për pjesën ku ti je fokusuar. Pra, se në lidhje me politikën që ti do të bësh dhe aplikimin tënd për të platformë. Realisht, nuk e prisja që ato tash mos e sillnin këtë lloj video, edhe pse ju kishte pëlqyer shumë. Por pas përzgjedhjes kandidatëve, sepse nuk duan kandidatë që vërtet kanë idealizma, kanë vullnet, kanë këmbgulje, kanë vizion, sepse me të tillë kandidatë në platformën e tillë mbantjetër do ishte një konkurrencë shumë e fortë në mesin atyre palaçolloqeve femra, sepse ne sot kemi femra në politikë që vërtet din të mbrojnë idenë e tyre, din të dalin kundër kryetarit të tyre kur vërtet është në kundërshtim me interesin qytetar, por kemi femra që binden kryetarit dhe bën nuk ka një zë individual të toleransin fort atje, edhe pse është e partisë e cilës është në pushtet, duhet të mbrojë idenë dhe nuk duhet të bëjë, duhet të qëndrojë atë në të qetësinë e tyre absolute siç janë, tha kryetari dhe ne do vijojmë në rrymën e kryetarit. Pavarësisht se kjo që thot kryetari bie në kundërshtim të hapur me interesin e qytetarëve, pra me interesin më të lartë të qytetarëve. Në momentin që janë përzgjedhur videot, janë përzgjedhur gjërat e tjera, nuk janë përzgjedhur unë dhe pas përzgjedhjes unë takoj sërish me këtë grup komisioni dhe ju ishte dhënë urdhër që mos përzgjedhet videoja ime. Kjo ishte e gjitha. Pastaj mua më dha mundësia nga Partia Socialdemokrate që të kandidoja atje, por që qëllimi im ishte që unë kam një ide shumë qartë, kam një platformë shumë bukur dhe që është vërtet për interesin qytetarëve shqiptar. Jam shumë femër luftarake, nuk dorëhiqem, nuk dorëzohem, jam këmbgulse, jam shumë profesioniste. Këshilloj me pedagogët më të mirë që sot janë të gjithë jashtë Shqipërisë, cilët kanë qenë pedagogët e mi, dhe gjithmonë më japin kuraj burbuqe mos u dorëzo, kemi shpresë tek ty. Jepi, këmbgul, sepse një ditë do vi që Shqipëria pse jo të marrë drejtimin e duhur. Nëse do kishit fituar, do ishit pjesë e Partisë Socialiste që është në qeveri cilën ju dhe kritikoni, apo do të vazhdoni të ishit pjesë e Partisë Socialdemokrate që fillimisht u bët pjesë? Patjetër që do isha pjesë e Partisë Socialdemokrate, pasi unë kam një parim, ai që ma jep mundësi nuk e tradhtoj kurrë. Pra, Partia Socialdemokrate më dha mua mundësinë që unë të isha kandidate, dhe nëse unë do kisha fituar dhe do isha në parlament, sikur mua të më ofronin të gjithë botën, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, unë nuk do ta tradhtoja besimin e Partisë Socialdemokrate. As nuk bështi fjalë që unë të zhgënjej atë që më jep besimin, nuk bëhet fjalë, këto janë parimet e mia, cilët unë jam ndërtuar dhe janë ngulitur thellë nga familja ime. Pastaj, sa partia, se çfarë do ndodhë në zgjedhjet që do vinë, se ku unë do aderohem, në cilën forcë politike apo gjithçka tjetër, mendoj që do ja lëm kohës, edhe besoj që gjërat reja dhe gjërat bukura do kenë në vijim, nuk do ta kenë kaq lehtë politikanët aktual shqiptar. Këtë mendoj. Pasi kam menduar diçka që vërtet, pse jo, në Shqipëri ka shumë intelektual,
ka profesionistë dhe që e meriton ato drejtimin e Shqipërisë. Dhe jo njerëz cilët e kanë të trashëguar politikën brez pas brezi, dhe ne kemi po të njëjtë deputet, po të njëjtë ministra, po të njëjtë zëvendës ministra, po fëmijët e këtyre të trashëguar të secila parti. Duhet të marrë fund pjesë të trashëgimisë të partisë, por duhet të vinë në drejtim vërtet profesionistët, ato që vërtet janë lodhur dhe që meritojnë të jenë atë nivel drejtues, jo siç është degledisur sot Parlamenti shqiptar. Duke parë të ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në kuvendin e Shqipërisë, nëse do të kishit qenë deputete atje, do të ishit rreshtuar dhe ju si deputetët e tjerë, apo do të ndiqnit disiplinën tuaj personale dhe pse do të kushtonte karrierën politike? Unë kurse nuk bashkohem me turma. Kjo është nga për unë turmat asnjëherë nuk bashkohem me turma. Jam gjithmonë kundër turmave. Gjithmonë i qëndroj ideve të mia, do bëja gjithçka si deputeten, patjetër do kisha mundësi edhe më shumë që të lidhesha me vendet homologe ndërkombëtare. Si deputete mund të kisha bërë shkresa që vërtet angazhoja dhe patjetër dhe mbështetjen e ambasadave të huaja dhe ministritë e jashtme, gjithçka tjetër. Do kisha marrë iniciativa shumë të rëndësishme që mund të shërbejnë shtetit shqiptar, pse jo edhe atyre fëmijëve të Palestinë të vrarë, gjithë atyre padrejësive që janë bërë. Pra si deputete mendoj do kisha bërë shumë gjëra, do kisha organizuar shumë instanca, pasi me aftësi jam organizatore shumë mirë. Do kisha bërë si deputete, do kisha mundësi më shumë diplomatike që unë të organizoja ambasadën e Arabi Saudite, të Kuvajtit, gjithçka tjetër, të organizoja të gjithë vendet e lindjes arabe, që vërtet ato fëmijë që vdisnin për shkak të interesave të Izraelit e gjithçka tjetër, të organizohesh të bëhesh diçka shumë e mirë, pse jo, mos të zjas aq shumë dhe mos kishim aq shumë viktima. Mendoj që edhe pse nuk jam sot deputete, po përpiqem të realizoj shumë organizata, qoftë International Police Association, ndërveprimi të gjithë policive ndërkombëtare, qoftë dhe duke qenë eksperte pranë gjykatës dhe prokurorisë, kontaktet e mia me shumë oficer policisë gjyqësore dhe prokurorisë posaçme, me gjykata dhe gjithçka tjetër, qoftë me biznesmenë, gjithçka tjetër, po mendoj një formë organizimi dhe vërtet që pse jo, në këtë vend t'i tregohet dhe pushtetit që fjala e popullit është më e rëndësishme se pushteti. Këtë duhet jap. Duke qenë se jemi dhe në muajin e gruas dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, sa e vështirë është të jesh grua në politikë dhe sidomos një grua e besimit musliman? Të jesh grua në politikë, mendoj që nuk është e vështirë. Në perceptimin tim personal. Nëse ne duam të bëjmë një gjë të vështirë, e bëjmë sepse ne krijojmë vetë terrenin ta bëjmë të vështirë. Një femër me vetbesim, me përgatitje profesionale, me gjithçka tjetër, nuk besoj të ketë vështirësi për femër. Por femrat që vërtet thonë, jo, ne jemi në politikë dhe kemi shumë vështirë se na gjykojnë, nuk do të gjykon dhe kushti nëse ti nuk vepron për të gjykuar. Pra ka të bëjë shumë femra e cila do ta bind veten e saj që është realiteti i vështirë dhe prandaj ajo nuk ja del. Jo, të jesh femër kudo që të jesh, jo vetëm në politikë, femër në familje, femër në politikë, femër në punë, femër në administrat, kudo që të jesh. Nuk është e vështirë të jesh femër, por ti duhet të jesh femër. Pra, duhet të jesh femër. Nëse ti në momentin që je femër nuk ka të vështirë për femrat. Ne femrat jemi shumë inteligjencë. Kemi inteligjencën edhe më të lartë se meshkut dhe edhe Zoti vetë Kur'an i drejtohet profetit dhe i thotë, në disa raste thotë, pyetni femrat thotë sepse ato janë më të zgjuara se ju. Po, meshkut patjetër që kemi edhe meshkuj të zgjuar, normal, profesional, por femra në momentin që ti ndërtoj kufit e saj, ti t'ia tregoj se cili deri ku e ka hapjen, dhe mos e kaloj këtë nivel kufire cilin e ka vendosur, nuk besoj se ka probleme. Në momentin që femra i toleron kufit, pastaj hyn dhe dalin sa të duan, më kupton? Por mendoj, jemi në muajin e Ramazanit, nuk është e vështirë fare për normale, femra dhe të përkujdeset të organizojë iftarin si në, por mua te kjo pjesë më ka lecuar shumë bashkëshorti, ne gatuam së bashku, kujdesemi së bashku për familjen, dalim të dy në punë, kthehemi, unë jam shumë mirënjohës aty për mënyrën se si ai më mbështet, kam dhe 4 fëmijë, kam 3 vajza, 1 djalë,
edhe më mbështet qoftë në fëmijët, qoftë në gatimin e gjithçka tjetër, dhe ne ja dalim së bashku jetës. Por Ramazani është një muaj, është një mysafir që vjen me paqe dhe largohet me paqe. Është muaji i mëshirës, muaji i bekimit, muaji ku ka zbritur Kurani, muaji që zbresin engjëjt në tokë, muaji i dashurisë. Ramazani është, nuk e di, është ai mysafiri që vjen dhe tani që po largohet dhe fillon të ndjesh mall akoma pa u larguar. Ky është Ramazani. Tani janë netët më të vlefshme të muajit, janë 10 ditë që i fundit të Ramazanit dhe një nga këto 10 netë është nata Kadrit. Unë shpresoj shumë që ne me ibadet dhe adhurime të arrim këtë natë Kadri, pasi është e vlefshme me 1.000 muaj, që i bie gati 80 vite jetë, dhe nëse njeriu e kap natën e Kadrit me ibadet dhe adhurim ka shi Zotit në këtë muaj, në këtë natë kaq të vlefshme, atij llogaritet sikur 80 vite ka qenë duke adhuruar Zotin, 80 vite është jeta e tij, nëse ka bërë sadaka i llogaritet sadaka, nëse ka bërë mirësi i llogaritet mirësi, nëse ka bërë dikë të ndihet mirë. Pra, është muaj shumë i veçantë, është muaj që nuk krahasohet me asnjë muaj tjetër. Është diçka që njeriu lidhet shumë me Zotin dhe ka nevojë, ka të domosdoshme këtë muaj. Çdo krijesë mendoj unë, çdo krijesë ka të domosdoshme këtë muaj dhe që vërtet ta shikoj veten në një prizëm tjetër. Ta kuptoj që këtë botë të gjithë jemi të përkohshëm, askush nuk është i përjetshëm. Në këtë muaj pra, ta kuptoj që babëzia, asnjë njeriu sikur të kishte 2 lugina me arë, do dëshironte të kishte 3, asnjë nuk ngop njeriu. Nuk është se arriti një stad të nivelit pasurisë edhe thotë, "Oh, unë ngopa kaq ishte." Jo. Nëse do ketë 2, do të ketë 4. Pra sa më shumë të ketë, aq më shumë është ndjesia e urritjes që ka njeriu në këtë botë. Kështu që unë mendoj që jemi në këtë muaj kaq të vlefshëm tek i Madhi Zot, të bëjmë më të mirën për njëri tjetrin, të gjendemi, të japim një dorë, të zgjasim dorën, të zgjidhim një hall, një problem, ta ndihmojmë kur ai ka nevojë, të mos shpifim për njerëzit, të mos manipulojmë, të themi të vërtetën, pasi e vërteta duhet thuhet gjithmonë edhe kur është kundër nesh. Ky është parimi që mua mund të hiq. Nuk hiq dorë kur nga e vërteta, e them vërtetën gjithmonë, pasi gënjeshtra e turpëron njeriu. Gënjeshtra është vërtetë më shumtuar që mund të ketë. U them që nëse një person gënjen i bën gjitha, dhe politikanët tanë të gjithë gënjejnë. Meqense jemi këtu, a duhet të agjërojnë politikanët shqiptarë që të pastrojnë shpirtin nga mëkatet? Nëse ne krahasojmë një politikan që nuk agjëron me një politikan që agjëron, patjetër që ky që agjëron është shumë më mirë se ky që agjëron. Pastaj, zemrat e njerëzve i shikon vetëm Zoti. Pra se çfarë ka në zemrën e individi, mund të jetë një njeri shumë i mirë, mund të sillet shumë mirë, mund të bëjë vepra shumë të mira, por nuk agjëron. E di ai arsyen pse nuk agjëron. Por Zoti mund të shikojë në zemrën e tij diçka që ka vlerë shumë tek i Madhi Zot. Por mund të jetë dikush tjetër që mund të bëjë shumë vepra të këqija, agjëron dhe Zoti mund ta peshojë më shumë këtë. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk duhet të agjërojnë. Pra, ky njeriu i mirë që bën gjithë këto vepra të mira, nëse do agjëronte, do ishte shumë më lart te Zoti se sa ky njeriu i keq që bën vepra të këqija edhe agjëron, edhe është gjithçka vlerësim, pra agjërimi ku thotë Zoti më është në dorën time se si e vlerësoj unë. Pra çdo vepër thotë Zoti më, agjërimi thotë, ma leni mua thotë, sepse unë e di se si është përbler robin tim për agjërimin.